një kohë kur çmimet e ushqimeve, qirave dhe shërbimeve janë rritur ndjeshëm, ndihma ekonomike që marrin familjet në nevojë mbetet e pamjaftueshme. Jo. S'është mjaftueshëm. Ai që mjafton, ai që ka si mjafton. Ndihma ekonomike është 30.000 lekë. Po 30.000 lekë, sa të vesh deri aty poshtë, mbaron ajo, jo të kalosh deri aty lart. Sa duhet të ishte shuma për ta përballuar një jetesë normale? Po shuma duhet të ishte të paktën 150-200.000 lekë. Më pak, si thua ti, mjafton? Për një frymë, more, për një familje. Po më shumë, të paktën 300-400.000 lekë. Të ishte ndihma. Me 2 persona, me 3, pa më shumë si arrin dot. Qytetarët e Vlorës thonë se me shumat aktuale është e pamundur të përballohet jetesa, ndërsa kërkojnë që mbështetja të rritet dhe të përshtatet me kostot reale të tregut. Sipas tyre, ndihma mujore arrin në vetëm disa mijë lekë, shifër që nuk mjafton as për ushqimet bazë. Shumë familje që nuk kanë të ardhurat të tjera detyrojnë të mbështeten tek të afërmit ose të kërkojnë punë të përkohshme për të mbijetuar. Mjaftueshme për familjen? Ja, nuk është. Parasim të futemi në Europë që të të barabartë me perëndimin. Ndryshe këtu vdesin gjithë. Ndihma ekonomike është 30.000 lekë. Mjafton jo për të jetuar? Edhe 100 rrugëve nuk i del. 100 rrugëve të jep për ushqim 30.000 lekë nuk i del gjithë muajin. Sa duhet jetë shuma për të përballuar një jetesë normale? Për momenti këtu duhet për kraja sociale ose ndihma duhet 300.000 lekë të vjetra. 500.000 lekë të jetë pensioni minimal. Pastaj pagat i kanë ngritur, po jo për ne, kanë ngritur për zyrtarët, ministrat, gjyqtarë, prokuror, kryeministër. Me shumë ose me pak rrethe janë të gjithë pushtetarë, plera, komunista, të ndyrë, s'mendojnë para për popullin. Shpresa e këtij komi vetëm tek Amerika. Në Vlorë, qytetarët theksojnë se situata ekonomike po vështirësohet çdo vit, ndërsa ndihma që marrin është më shumë simbolike se sa ndihmuese.